Në qytetin e Kërqovës filloi parkimi me pagesë. Qytetarët që parkoheshin paguanin përmes SMS porosive. Disa kërkonin ndihmë nga kalimtarët e rastit ose lajmëroheshin në numrin e telefonit në fletush kat informuese që ishin vendosur në përvetura. Në qytetin e Kërqovës ka filluar parkimi me pagesë. Janë 3 zona, zona A, zona B dhe zona C. Në zonën A, një orë është 30 denar, në zonën B një orë është 20 denar dhe në zonën C një orë është 10 denar. Pritet të shihet se si do të shkojë ecuria e parkimit me pagesë në qytetin e Kërqovës. Qytetarët që takuam duke u parkuar thanë se është vendim i drejtë dhe nuk është as pak shtrenjtë krahasuar me qytetet tjera të Maqonisë. Trebаш явен простор, нека платят. Така? Не е скандал. Во други градишта е повеќе. Нормални цени, секаде е исто. Во другите градови е исто. Да, добро е, затоа што речи го, веројатно паркирањето ќе биде многу полесно. Кој сака да паркира, ќе си плати, па ќе паркират или ќе си се согласува или ќе си поодит 50 метра пешки. Se naučivme pred prodavnica. Për momentin është duke funksionuar vetëm zona A në bulevardin e qytetit, ndërsa pritet që këtyre ditëve të fillojë me punë edhe zona B dhe C.